Dashi. Sot do duhet të tregoni më shumë seriozitet dhe pjekuri në sjellje, nëse doni që të tjerët ju marrin me respekt. Në dashuri, tregohuni pak më të vendosur dhe mos lejoni që partneri të marrë gjithmonë drejtimin e situatave. Autoriteti juaj do e bëj të shoh tek ju një anë të re, më tërheqëse. Pasdite, një shëtitje intime mund të sjellë afërsi dhe qetësi shpirtërore. Ju beqarët do keni shansin të afroheni me dikë që ju pëlqen, por kujdes, mos e teproni me fjalët apo sjelljet, sepse mund ta largoni. Në punë, tregohuni të kujdesshëm dhe ndiqni udhëzimet e eprorëve, jo të kolegëve. Financat do përmirësohen në mënyrë të papritur, duke ju sjellë lehtësim dhe qetësi. Shëndeti, mos neglizhoni trupin tuaj. Një gjumë i mirë dhe një vakt i shëndetshëm në orar do ju ndihmojë të rifitoni energjinë. Këshilla e ditës, mos lejoni që energjitë e jashtme t'ju ndikojnë. Vetbesimi dhe qetësia janë armët tuaja më të forta. Demi. Një ditë e bukur dhe e mbushur me harmoni do ju shoqëroj sot. Në dashuri, do bashkëpunoni ngushtë me partnerin dhe do gjeni gjuhën e përbashkët për gjithçka. Do ndiheni mirë fizikisht dhe emocionalisht. Ju beqarët, mos prisni që fati të trokas vetë në derë, merrni iniciativën dhe krijoni mundësi për veten tuaj. Në punë, është koha e duhur për të ndryshuar qasjen dhe për të gjetur mënyra më të zgjuara për të arritur qëllimet. Në aspektin financiar, menaxhimi i kujdesshëm do ju mbajë të sigurt dhe të qetë. Shëndeti, kujdes me ushqimet e rënda dhe qëndrimin për orë të gjata ulur. Lëvizja do jetë zgjidhja e çdo lodhjeje. Këshilla e ditës, mos keni frikë të besoni në aftësitë tuaja, suksesi vjen tek ata që ecin me këmbëngulje dhe qetësi. Binjakët. Mërkuri sot ju fal kreativitet dhe zgjuarsi. Do dini si ta ktheni çdo situatë në avantazh. Në dashuri, do përpiqeni me çdo mënyrë ta bëni partnerin të ndjehet i vlerësuar dhe i dashuruar. Atmosfera do jetë e ngrohtë dhe plot emocion. Ju beqarët do keni mundësi për njohje të reja që do lënë gjurmë. Mos refuzoni ftesat, fati mund të jetë më afër se mendoni. Në punë, pranojeni sfidën e re që do ju ofrohet, edhe nëse ndiheni pak të pasigurt, yjet janë me ju. Financat do mbeten të qëndrueshme nëse jeni realist me shpenzimet. Shëndeti, kujdes me tensionin nervor. Një shëtitje ose pak relaks mendor do ju ndihmojë të ruani ekuilibrin. Këshilla e ditës, mos dyshoni në veten tuaj, jeni në periudhën ideale për të treguar sa shumë vleni. Daforia. Dita sjell qartësi dhe ngrohtësi. Do jeni më të vëmendshëm dhe do dini të sillni harmoni në marrëdhëniet tuaja. Në dashuri, do dëshironi të ndryshoni disa gjëra tek partneri, por do gjeni mënyrën e duhur për ta bërë këtë pa e lënduar. Humori i mirë dhe afërsi shpirtërore do ju bashkojë më shumë. Ju beqarët do njiheni me persona ndryshe nga ju, por shumë interesant. Në punë, idetë tuaja do jenë të shumta dhe frydhënëse, mjafton të keni pak më shumë guxim për t'i vënë në zbatim. Financat do përmirësohen, por mos u tregoni të shkujdesur. Shëndeti, energjia është e mirë, por shmangni stresin e tepërt. Pushoni mjaftueshëm dhe mos e tejkaloni lodhjen mendore. Këshilla e ditës, mos keni frikë të tregoni ndjeshmërinë tuaj, ajo është forca që ju afron me njerëzit e duhur. Luani. Dita e sotme do jetë e ndritshme dhe plot vendosmëri. Në dashuri, mjafton pak më shumë kohë dhe vëmendje ndaj partnerit për ta ndier më afër se kurrë. Do jeni romantik dhe do riktheni pasionin e munguar. Ju beqarët do jeni plot magnetizëm dhe do tërhiqni vëmendjen kudo që shkoni. Në punë, do merrni frytet e përpjekjeve tuaja dhe do ndiheni krenar për arritjet që keni bërë. Paratë do jenë në gjendje të mirë, por ruani ekuilibrin. Shëndeti, kujdes me lodhjen fizike. Trupi juaj kërkon pushim po aq sa aktivitet. Një ditë relaksi do ju ndihmojë shumë. Këshilla e ditës, mos u ndalni, por as mos nxitoni. Çdo gjë që bëni sot, bëjeni me dashuri dhe përkushtim. Virgjëresha. Sot do ndiheni më të lehtësuar shpirtërisht dhe më të hapur ndaj së ardhmes. Optimizmi do ju shoqërojë gjatë gjithë ditës.
Në dashuri, ruani pavarësinë tuaj, sepse ajo është çelësi i harmonisë. Shmangni debatet e panevojshme dhe mësoni të dëgjoni më shumë. Ju beqarët do ndjeni mirë edhe vetëm, pa ndjerë nevojën e menjëhershme për një lidhje. Në punë, strategjia dhe kujdesi do jenë çelësi i suksesit. Mos merrni vendime të nxituara, por as mos humbni besimin tek vetja. Financat do jenë të stabilizuara nëse shmangni shpenzimet e panevojshme. Shëndeti, kujdesuni për ushqimin dhe mos e lini trupin pa lëvizje. Një regjim i rregullt do përmirësoj edhe humorin tuaj. Këshilla e ditës, mbani mend, qetësia nuk do të thotë dobësi, por forcë e brendshme që ju mban të fortë edhe në stuhit më të mëdha. Peshorja. Mundohuni t'i shihni gjërat me optimizëm gjatë kësaj dite, sepse energjia pozitive do t'ju ndihmojë të arrini më shumë se sa prisni. Po menduat keq, çdo përpjekje do duket më e vështirë. Nëse jeni në një lidhje, përpiquni të bëni diçka ndryshe me partnerin për të larguar monotoninë. Një surprizë e vogël, një dalje ndryshe apo një bisedë e ngrohtë do rikthejnë shkëlqimin mes jush. Ju beqarët do ndiheni disi të pasigurt dhe do hezitoni t'i shprehni ndjenjat dikujt që ju pëlqen. Megjithatë, mos humbni shpresën, momenti i duhur do vi. Në punë do ndiheni të lodhur, por kujtoni se çdo lodhje është investim për të ardhmen. Financat do mbeten të qëndrueshme, por pa ndryshime të mëdha. Shëndeti, kujdesuni për pushimin dhe gjumin, sepse trupi juaj kërkon rigjenerim. Një shëtitje në ajër të pastër do ju qetësojë mendjen. Këshilla, mos lejoni mendimet negative t'ju pengojnë të shijoni ditën. Çdo gjë e bukur lind nga qëndrimi pozitiv. Akrepi. Dita e sotme mund të jetë paksa e paqëndrueshme. Në disa momente do ndiheni plot energji, e në të tjera mund të përfshiheni nga një ndjenjë vetmie. Nëse jeni në çift, kjo luhatje emocionale mund të sjellë keqkuptime. Mos lejoni që një reagim i nxituar t'i prish gjërat. Partneri juaj ka nevojë për qartësi, jo për heshtje. Ju beqarët nuk do jeni të vendosur për të kërkuar dashurinë dhe do preferoni të qëndroni në zonën tuaj të sigurisë. Në punë do përballeni me ngarkesë të lartë dhe ndoshta do ndiheni në presion, por mos e humbni fokusin. Financat mbeten të brishta, ndaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Shëndeti, kujdesuni për sistemin nervor. Pushoni më shumë dhe mos lejoni stresin t'ju dominojë. Këshilla, disa ditë kërkojnë më shumë durim se sa forcë. Sot përqendrohuni te qetësia dhe mos kërkoni përgjigje të menjëhershme. Shigjetari. Mendimet do jenë pak të turbullta sot dhe do hezitoni të ndërmerrni hapa të mëdhenj. Nëse jeni në një lidhje, do ndjeni mungesë pasioni, por kjo s'do thotë se dashuria po zbehet. Ndoshta keni nevojë për më shumë kohë për njëri tjetrin. Shmangni kritikat që mund ta lëndojnë partnerin. Ju beqarët do ndjeni mirë pranë një personi që e keni njohur kohët e fundit dhe do filloni ta shihni me një sy tjetër. Në punë do dini si ta përdorni çdo mundësi në favorin tuaj dhe do fitoni vlerësimin e të tjerëve. Financat do qëndrojnë në ekuilibër. Shëndeti, kushtojini rëndësi ushqimit dhe shmangni mbi ngarkesën mendore. Këshilla, mos kini frikë të guxoni me maturi. Hapat e vegjël mund t'ju çojnë në arritje të mëdha. Britsjapi. Sot do arrini të gjeni përgjigje për shumë pyetje që ju kanë shqetësuar kohët e fundit. Në dashuri, përpiquni të mos e shihni marrëdhënien si kufizim, por si një hapësirë për rritje të ndërsjell. Mosbesimi dhe distanca vetëm do ftojnë raportin. Ju beqarët do kaloni një ditë të qetë, por pa ndonjë zhvillim të madh sentimental. Në punë do përpiqeni më shumë se zakonisht dhe rezultatet do fillojnë të duken. Do përmirësoni edhe marrëdhënien me kolegët. Në planin financiar, tregohuni të kujdesshëm dhe mos merrni vendime pa këshillim. Shëndeti, stresi mund t'ju lodhë, ndaj gjeni momente për relaks dhe meditoni. Këshilla, mos kërkoni gjithmonë kontrollin e plotë. Ndonjëherë, qetësia vjen duke pranuar rrjedhën natyrale të gjërave. Ujori. Dita do jetë e bukur dhe plot harmoni me të tjerët.
Nëse jeni në një lidhje, do jeni ju që do e drejtoni ritmin e ditës, duke e bërë marrëdhënien më të ngrohtë e të sinqertë. Mbrëmja do sjellë një atmosferë të veçantë romantike. Ju beqarët do merrni ftesa, por disa sjellje të personave që ju afrohen do ju bëjnë të stepeni. Në punë do keni më shumë motivim dhe energji për të përfunduar detyrat. Do tregoheni të duruar dhe këmbëngulës, gjë që do ju çojë drejt suksesit. Financat kërkojnë kujdes, shmangni shpenzimet impulsive. Shëndeti, përpiquni të ruani ekuilibrin mes punës dhe pushimit. Një ditë në natyrë do ju ndihmoj shumë. Këshilla, mos kërkoni për sosmërinë, por harmoninë. Gëzimi i vogël i sotëm vlen më shumë se shqetësimet për nesër. Peshqit. Humori juaj do ndryshoj shpesh gjatë ditës. Ndonjëherë do ndiheni plot energji, e ndonjëherë të tërhequr dhe të menduar. Nëse jeni në çift, mos e shtyni partnerin të ndjek gjithmonë dëshirat tuaja. Një bisedë e qetë do jetë qelësi për të shmangur tensionet. Ju beqarët do ndiheni më të sigurt për veten dhe do filloni të flirtoni më shumë, duke tërhequr vëmendjen e dikujt interesant. Në punë do keni disa sfida, por me durim do arrini ta përmirësoni situatën. Kujdes nga kolegët që mund të përfitojnë nga ngurimi juaj. Financat do mbeten stabil, por kërkojnë menaxhim të kujdesshëm. Shëndeti, mund të ndiheni pak të lodhur mendërisht. Pushoni dhe shmangni streset e panevojshme. Këshilla, mos e ndaloni veten nga frika e gabimit. Çdo përpjekje e sinqertë është një hap drejt përmirësimit. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.